Nderuar të pranishëm, ju përshëndes të gjithëve. Për shkak kohës mos shkoj një nga një, por veçanti I përshëndes profesorët e nderuar të lidhjes së re të Prizrenit. Prizreni si qendër e grumbullimit, keqtrajtimit dhe dërgimit të mobilizuarve për në Tivar. Me vendosjen e pushtetit ushtarak në Kosovë, më 8 shkurt 1945, fjalën kryesore në rrafshin politik dhe ushtarak e kishte shtabi divizionit 46 të Serbisë, I cili ushtronte kontroll të drejt për drejt I zhvillimet në teren. Ky organ ushtarak luante rol vendimtar në organizimin dhe drejtimin e strukturave lokale, duke ndikuar në mënyrë të ndjeshme në jetën politike dhe shoqërore të popullsisë. Ndërkohë, Shtabi Suprem I Armatës Jugoslave kishte lëshuar urdhres për shtabin operativ të ushtrisë nacional shërimtare dhe Armatës Popullore të Kosovës, duke kërkuar mobilizimin e popullsisë dhe dërgimin e tyre për plotësimin e njësive të Armatës 4 të Jugoslavisë të angazhuara në frontet e Kroacisë dhe Slovenisë. Ky mobilizim synonte forcimin e kapaciteteve ushtarake jugoslave në fazën përfundimtare të luftës së dytë botërore, sipas tyre. Që nga 9 marsi I vitit 1945 kishte filluar mobilizimi I detyrueshëm, I cili shpesh realizohej edhe me përdorimin e forcës dhe presionit mbi popullsinë vendase dhe vazhdoi edhe gjatë muajit prill. Sipas një raporti të datës 14 mars, theksoi se procesi I mobilizimit të shqiptarëve po përparonte, donëse shoqërohej me vështirësi dhe kundërshtime të ndryshme. Këtë veprim e realizonin komandat vendore të formuara posaçërisht për këtë qëllim, të cilat organizonin grumbullimin dhe përcjelljen e të mobilizuarve drejt qendrave të caktuara, të cilët pastaj dërgoheshin në qendrat e grumbullimit në Prizren, ku bëhej sistemimi dhe organizimi I mëntejimit tyre. Për këtë proces ishte I ngarkuar shtabi I divizionit të 46 të Serbisë në bashkëpunim me qarë komandën ushtarake në Prizren, të cilat kujdeseshin për regjistrimin, shpërndarjen dhe dërgimin e tyre në njësitë përkatëse ushtarake. Të nderuar të pranishëm, komanda ushtarake jugoslave në Prizren kishte lëshuar urdhrin e shtetërrethimit, duke ndaluar lëvizjen e lirë të qytetarëve. Askush nuk guxonte të dilte natën nga shtëpit, ndërsa edhe gjatë ditës lëvizjet ishin dukshëm të kufizuara. Për këtë arsye, shërbimet për nevojat familjare kryeshin nga më të moshuarit. Ushtria filloi bastisjen sistematike të shtëpive, duke arrestuar një pjesë të rive, të cilët I dërgonte në 2 qendrat e grumbullimit në Prizren. Një veprim I tillë u ndërmor edhe në fshatrat e regionit, edhe në komuna tjera të Kosovës dhe Maqedonisë, ku të rinjt merreshin me forcë, madje në disa raste silleshin edhe me duar të lidhura. Nuk u kursyen as familjet që kishin vetëm një mashkull si krah pune. Shpesh djemtë vetëm pra tasretit që ishin shpresa e vetme e familjes edhe ata mirëshin. Në këto qendra grumbullimi silleshin edhe të mobilizuar nga pjesë të tjera të Kosovës dhe viseve përreth. Njëra nga këto qendra ishte Istahania, e rrethuar me muret e larta, ndërsa qendra tjetër ishte Fura e ushtrisë, ishte me tela me xhemba. Në këto vende për ditë të tëra, madje edhe në qiell të hapur, të mobilizuarit mbaheshin të izoluar me roje të përforcuara, si të ishin robër lufte. Në fakt, këto objekte u zhderruan në kampe përqendrimi, ku përveç kushteve çnjerëzore, bëheshin edhe poshtërrime dhe eliminime të fshehta gjatë natës, pra që në Prizren kanë filluar eliminimet. Grumbullimi në kushte të tilla keqtrajtimi dhe terrori shtetëror I ushtruar në qytet shkaktonte reagim dhe pakënaqësi të madhe të popullata. Kjo gjendje nxiti edhe kundërshtimin e luftëtarëve të rezistencës kombëtare shqiptare në Prizren, si dhe bashkimin me ta të një batalioni të brigadës 4 të Kosovës
batalioni i cili dezertoi nga ushtria jugoslave, sipas një informate të administratës ushtarake të Kosovës. Më 24 mars 1945, në perëndim të qytetit të Prizrenit, pra ishin grumbulluar një grupi armatosur për 6.000 vetash të nacionalistëve shqiptar të udhëhequr nga Niazi Alishani dhe Reshat Karagiu. Vlen të theksohet se më 27 mars 1945, udhëheqësit komunistë të Kosovës, pra në këto rrethana, Prizreni ishte kryeqyteti i Kosovës, ishte shpalla Sokova, në marrëveshje me prorët e tyre në Beograd, organizuan në Prizren të ashtu quajturin Komitet i Shqiptarëve të Kosovës dhe Metohis me kryetar Fatil Hoxhën. Pra, të nderuar të pranishëm, të mobilizuarit nga të dy qendrat e grumbullimit një ditë para nisjes së eshalonave dërgoheshin në kazermën e ushtrisë në Prizren, ku bëhej regjistrimi dhe kontrolli i udhëtësishëm për të zbuluar nëse kishin anë të fshehura. Para nisjes, disa funksionarë banin fjalime në shqip dhe serbisht, duke deklaruar se të mobilizuarit do të shkonin për shtirimin e Istrës dhe të Triestes. Pasi rreshtoheshin, atyre u jepi një racion ushqimi për rrugë dhe niseshin të paarmatosur në kolona nga 4 vetë, në të dy anët përcjelleshin nga ushtarë të armatosur me bajoneta të mbërthyera, kryesisht nga brigada e 26-27 serbe të divizionit 46. Shumë prej të cilëve vinin nga Vranja dhe Piroti. Ata urdhëronin me kërcënime, që askush të mos dilte nga kolona, duke paralemruar se çdo shkelje do të ndëshkohej me vdekje. Gjatë kalimit nëpër qytet, një pjesë të mobilizuarve nga Prizreni dhe rrethina panë për herë të fundit të afërmit e tyre, të cilët kishin dalë me shpresë për një përshëndetje të fundit. Megjithatë, urdhri i komandës dalonte çdo kontakt. Përshëndetjet u bën vetëm me lëvizje koke. Rrugët ishin të mbushura me ushtarë të armatosur të tjerë, por pavarësisht kësaj, disa të mobilizuar arritën të aratiseshin duke u përzier në turmën dhe duke hyrë nëpër dyqane. Itinerari i 6 eshalonave me mbi 16.000 të mobilizuar gjatë marsit dhe prillit 1945 ishte pothuajse i njëjtë. Në drejtim të Kuksit të mobilizuarit teksa kalonin në Përara, përpiqeshin të komunikonin me të njohurit vetëm me shenja, pasi çdo fjalë ndalohej dhe shoqërohej me britma, kërcënime, fyerje dhe dhunë nga ushtarët. Gradualisht të mobilizuarit filluan të ndjenin se po shkonin drejt një rruge pa kthim. Incidenti i parë ndodhi në fshatin Vërmic të Prizrenit, pranë kufirit me Shqipërinë, ku 2 të mobilizuar nga fshati Kavash dolën nga kolona për të pirë ujë dhe u vranë. Me njerë nga përcjellësit, tragjedit vazhdojnë gjatë gjithë itinerarit, Kukës, Shkodër, Tivar, Dubrovnik, Split e Matej. Në përfundim të nderuar, ky referat është përgatitur jo vetëm mbi bazën e dokumenteve dhe literaturës të arkivave të Jugosllavisë të Serbisë, madje dokumente këto që janë votuar edhe nga arkivi i Kosovës që në vitin 1984-1986, shumica e tyre. Por edhe duke u mbështetur në 16 intervista të realizuara që në vitin 1991 me të mbijetuar dhe dëshmitar të tragjedisë së Tivarit. Këto ngjarje që kanë lënë gjurmë të thella në kujtesën kolektive shqiptare e mëngjer vazhdojnë të diskutohen edhe sot në mesin e popullatës së Prizrenit. Pra te neve kjo nuk ka qenë tabu temë, është diskutuar në çdo familje, se do thuaj se çdo familje në Kosovë ka pas gani ose ma tepër të mobilizuar me dhunë. Vazhdojnë të diskutohen edhe sot në mesin e popullatës së Prizrenit, që aso kohë ishte për qendra kryesore administrative e Kosovës. Ju faleminderit për vëmendje dhe durimin, respekt për iniciatorët dhe organizatorët e këtij eventi për kujtimin e një ngjarjeje që ka ndodhur në këtë areal para 81 vitesh. Zoti pas shpërblyer me parajs këta dëshmorë dhe shpresojmë që së bashku do t'i dalim hapur edhe ta bëjmë lapidarin po edhe një dhomë muzeal. Si dhe Instituti i Krimeve të luftës në Kosovë shpresojnë që do të formon një sektor të veçantë dhe të hapet një faqe që të evidentohen emrat e gjithë këtyre
martirëve që u pushkatuan me një plan jashtëzakonisht operativ dhe duhet të them edhe këte të deklaruarit ata që kanë shpëtu nga incizimet kanë deklaru që kemi pa dhe plakata në për banderat e Tivarit Osveta Omladin e Cërnegore. Pra, ato dihen me emra e prorët cilë kanë dhanë urdhër edhe që kanë marrë pjesë në këtë krim. Pra, historia e krimeve të komunizmit do të pasqyrohet edhe me emrat e këtyre kriminalëve që kryen këta barbarë. Ju faleminderit. Pozivam gospodina Čerima Litu koji će nam predstaviti